Një grup rreth 3 metra e thellë, e hapur vetëm pak metra larg shtëpisë së tij, është bërë shqetësim për Muharrem Bislimi në lagjen Matiqan të Prishtinës. Ai thotë se pas punimeve në parcelën e fqinjet dhe kalimit të mjeteve të rënda, në shtëpinë e tij 3 katëshe janë shfaqur plasëritje dhe se ai dhe familja e tij po rrezikohet. Tu ky pronarja ka nisë ka gryje, pa leje pa kogja, ma ka rrezikuar shtëpinë, shkallë, edhe zdëmenia. Për je kyçisnien, për zdëmenia as ata që janë përgjegjës komunës, ekspediti i komunës. Shikoni që shka fjetë shtëpia. Shikoj që jakëm gjitë veç më smero. Tregova, qërë thash. Kjo thash se e ka dhe një anina më zhablushe, kjo thash ka fillu me muara të poshtë. Përveç asojnë ato, ka tani ka lëviz këtu, edhe tash rreziko shtëpia ka krisë në disa vende. E kom denoncuar, e kom advokatin, ai i ka shkruar më një herë, i ka shkruar komunës, ka shkruar prokurorit, gjykat, krejt, edhe as nuk don tash si mas mie, 15/4/11. Jemi që 10 muaj për i bjena, aso për i bjena kjo tash. 8 edhe 2, 10. Fare heq kogja. Vjen e bon me kamiona të në 20 tonëve, shtëpia dridhet, nuk ato interesuar në atina fare heq. Për këtë rast, Bislimi ka kërkuar ndërhyrjen e institucioneve dhe ka dorëzuar kallëzim penal në prokurorinë themelore në Prishtinë. Prokuroria ka konfirmuar se rasti është duke u hetuar. Referuar kërkesës suaj, ju njoftojmë se prokurori i shtetit është duke i ndërmuar të gjitha masat dhe veprimet e nevojshme hetimore lidhur me këtë rast. Në këtë fazë të kësaj procedure penale, nuk mund të ofrojmë detaje shtesë pasi që mund të cenohet integriteti i procesit hetimor. Për këtë çështje, Kallzopi.com ka kontaktuar përmes telefonit edhe drejtorin e inspeksionit Bekim Brestovci. Në praktikat e krijuara në komunën e Prishtinës qëndron një situatë e tillë, ku inspektorati bën inspektime që punët ndërtimore janë duke u zhvilluar në kuadër të lezë ndërtimore dhe ka pejkalime të lezë ndërtimore. Ndërsa sa i përket çështjes së sigurisë, nëse kemi probleme të tilla, zakonisht kërkesa apo ankesa e drejtorisë për siguri dhe emergjencë në kuadër të kryeqytetit. Pastaj inspektorët e kësaj drejtorie dalin në vendngjarje, bëjnë një përshkrim të situatës, të rastit, të dëmtimeve eventuale dhe të rrezikshmërisë eventuale, dhe pastaj në kuadër të këtij raporti që vjen nga ekspertët e drejtorisë për siguri dhe emergjencë, inspektoriati mandej në kompetencë të vet mund edhe me i marrë vendimet pasuese. Mirë po tash duhet të shohim që kjo ankesa ka shku në inspektoriat apo ka shku në vendin e duhur ku do duhet ishte. Pas kësaj bisede, drejtori Brestovci ka thënë se duhet të verifikoj konkretisht se për cilin rast bëhet fjalë. Megjithatë, deri në publikimin e këtij materiali, zyra për informim e komunës së Prishtinës nuk ka kthyer përgjigje në pyetjet e Kallzopi.com lidhur me këtë rast. Kallzopi.com ka kërkuar përgjigje edhe nga Drejtoria për Siguri dhe Emergjenca në Komunë të Prishtinës, por deri në publikimin e storjes ata nuk kanë kthyer përgjigje.